Shqipëria viteve të fundit është kthyer në skuadrën për të mundur si nga skuadrat e mëdha ashtu edhe nga ato që kanë pretendime ose që janë rival direkt me kuqezinë, pavarësisht se shpeshherë janë përmendur në Europë emra të shumtë të lojtarëve që luajnë në mesfush apo në sulm si talente premtues. Në fakt, mbrojtja e Shqipërisë ka qenë stabil dhe legionarët tonë janë protagonistë me skuadrat e tyre. Në kualifikueset e fundit të botrorit, Shqipëria posoi gola vetëm nga Anglia në 2 ndeshje dhe nga Letonia në transfert, ndërkohë që në sfidat e tjera përfshirë Letoninë në Tiranë, si edhe 2 herë ndaj Andorrës, nuk ka posuar asnjë gol tjetër. E në fakt, Shqipëria mund ta bëjë këtë shumë mirë duke qenë se shumica e lojtarëve shqiptar luajnë në kampionatin italian, kampionat ky që njihet për futbollin mbrojtës. Berat Gjimshiti. Kapiteni kombëtares është protagonist absolut me skuadrën e Atalantës dhe natyrisht një nga mbrojtësit më stabil mezi kaltrit nga Bergamo. Gjimshiti ndër vite ka qenë i dalluar dhe paraqitjet me Atalantën nuk janë rastësi, duke qenë se të njëjtën gjë e ka bërë dhe në kombëtare. Kapiteni Kuqezia është një nga lojtarët më të preferuar jo vetëm nga trajnerët përkatës, por edhe nga tifozët për shkak të paraqitjeve që ka bërë dhe faktit që ka treguar gjithmonë profesionalizëm. Të vetmet raste kur Gjimshiti mungon me skuadrën e tij janë dëmtimet ose ngarkesat e mëdha muskulore që detyrohen ta lënë pushim, e në raste të tjera është gjithmonë në fushë. Ardian Ismaili. Mbrojtësi i Torinos është ndër të vetmit lojtar që ka bindur me skuadrën e Torinos nga të gjitha afrimet e reja në merkaton e verës. Mbrojtësi Kuqezi është edhe me Shqipërinë një nga më të dalluarit, megjithse shpeshherë Silvinho ka preferuar që ta aktivizojë Ajetin në mbrojtje kraj Gjimshitit. Megjithatë, Ismaili ka bërë një progres të jashtëzakonshëm që nga transferimi i tij në Itali. Arlind Ajeti. Nëse ka një futbollist që shndrohet në tjetër lojtar kur vjen te kombëtarja, ai është padyshim Arlind Ajeti. Mbrojtësi 32 vjeçar është një nga më të spikaturit dhe që shpeshherë ka bindur e madje është kthyer në vendimtar me paraqitjet e tij me kuqezinë, duke u kthyer në titullar edhe kur ka pasur lojtar më në formë me klubet e tyre. Ashtu si Ismaili e Gjimshiti, edhe Ajeti ka luajtur për shumë vite në kampionatin italian duke provuar skuadra të ndryshme për të përfituar eksperiencën e autobusit. Elseid Hysaj. Ish kapiteni kombëtares ka qenë padyshim një nga mbrojtësit e krahut më të mirë në Itali, sidomos në kohën kur ishte pjesë e Napolit dhe në drejtimin e Maurizio Sarrit. Mbrojtësi shkodran kërkoi edhe nga shumë klube elite, ndërkohë që pavarësisht se me Lazio nuk është më nga më të preferuarit, me kuqezinë t'jep maksimumin dhe spikat sa herë që ka qenë nevoja, duke lënë balliu në stol. Të gjithë këta lojtarë kanë shprehur me kuqezinë se janë prodhim i futbollit italian, megjithse vetëm Hysaj është nga akademitë, por vitet dhe eksperienca në Itali duket se i ka bërë të gjithë mbrojtësit një lloj. E njëjta gjë në fakt po ndodh me mesfushorët, të cilët kanë bërë një progres të jashtëzakonshëm, sidomos në aspektin defensiv, si Aslani apo Ramadani.